Po, që kanë vendosur Spakun në një provë në ngarkesë të pa diskutueshme. Se o ka të drejtë Edi Rama, o ka gabuar Spaku. O Spaku, pra njëra nga të dyja. Kjo është po dëshmon Spaku me veprimet, po na bind se po hetohet fasada e jo korrupsioni. Faqja e parë, jo të çfarë ka brenda. Shefet e Balluku më kujtoa një episod që është pjesë e hetimit në një nga lotet e Unazës së Re, që në dokumentacion tek prokurorimet të shkresat që janë edhe në dosje, ai segmenti që ka fituar një rangomin është 4 kilometra. Rruga është me 4 korsi. Shkojnë njerëzit e hetimit që kryejnë veprimit, bëjnë matit në terren, dhe rezulton që është 3.1 apo 3.2 kilometra. Pra, me një dorë, se kanë vënë lazerin ata, kanë nxjerr 800 metra është vetëm njëra kursi, 4 32 3.2 kilometra. Këta kanë 20 milion euro kilometri. Po nuk janë me Einsteinin këta. Këta kanë kërcit 20 apo 20 milion euro, futu në xhep, pa e kapur lopatën me dorë. Tani, raste të tilla, edhe më të rënda... Po flasim vetëm për një lot, raste të tilla ka me tepri. Ka shkuar një grup ekspertës diku te rruga e Armë. Merret të pajisjen. Vëret tek shtresa e tapetit edhe shtresat e tjera që formojnë, le të themi, lëndën që shtruar rrugën, është katastrofik rezultati. Ka mbi një vit që është bërë kjo. Ku janë ta? Pura dhe ndeshën prokurorë rrugës si gazetëre. Ku janë? Po, Vasili, ja vetëm një moment, sa në mbaroj Basiri direkt. Në këtë, dhe ç'na ofrojnë ata sot? Një president republike nuk krijon dot mundësinë për një proces të rregullt ligjor. Nuk e krijon dot mundësinë sepse ka përballë prokurori Rama u bë prokuror për Metën, u bë gjyqtar për Ametën, bëhet avokat për Gjaçkën, avokat për Ballukun. Po ja, se do jetë dëshmitar ke Berisha, ka ndryshuar edhe status sepse avokati arriti të shkojë atje. Si dëshmitar. Por struktura e posaçme, me këto sjellje deri tani, unë nuk e di se sa ka vlerëtur java amerikane. Po java amerikane, se këtë të shpyetje, çfarë informacionesh ke? Aty në dijenin time të paktën me pikatore sa kemi arritur mbledhëm nga miq që kanë dieni në udhimin e tyre, Sinaloa dhe Çarni kanë qenë biseda të shpeshta. Okej. Sepse Sinaloa ne kemi këtu, kemi te Rava, kemi te kryeministri, familja është e sankcionuar. Kazino, pasim parash, histori të tjera në 4 shtetet e Evropës. Pra, gjithë rrugët të çojnë përsëri aty. Çfarë do çështje që të preket? Unë po të rreshtoj këtu pa hap tekst fare 20 dosje që shkojnë tek Rama. Që janë struktura e posaçme. Dhe ata prokurorë. Pra, Klodian Bra këtu ka lexuar materialet e Altin Domanit. Po. Viti Domanit. Është viti i tij, po. Pra, zoti Bra, nëse nënshkruan arrestin e Ballukut, që për mua po e çel prapë drejt amnistisë me këtë zvarritje. Dhe marrin në hetim dhe të pandehur Edi Ramës, atëherë më them që ky zotëria e ka seriozisht punën, jo thjesht po bën hakmarrje politike, sepse të gjithë rastet, dosjet kombëtare, ndërkombëtare, trafik droge, pasuri parash, çfarë kemi sot? Kemi rënje të shitjes banesave, rritje të çmimit të pronave, jashtë logjikës ekonomike, dhe rritje të shfrenuar të lejeve të ndërtimit. Pra ka një mospërpusje, por ka edhe një presion të atyre ortakëve kriminal dhe trafikut drogës, që zotëria është peng, o zotëri do firmosisht se do pasojnë parati. Nuk ka rrugë tjetër. Vasili?